A e kuptoni ju se qa bëhet Shqipëria, apo se kuptoni më? Prisin 2 sekonda të tregoj se qa ndodhi shpart e rruga Elbasanit. E keni parasysh atë parkingun të 7 xhuxhat, është një ndërtesë e verdh, dhe u mblodhën, nuk e di, 20 veta, policia, disa njerëz si bërtisnin, ne s'po e kuptonin fare në fillim se qa po bëheshe. Jeri tha mos i ka rat fikët dikujt a kështu. Pastaj kemi pas skena si ato nëpër filma. Keni parasysh njerëzit e pas tre që jetojnë rrugëve, e që vjen shërbimi social për t'i marrë dhe për t'i çuar, nuk e di në për këto strejat e tyre. Nuk do të publikojmë asnjë pamje. Kam disa pamje të momentit të acarimit, po nuk do i publikojmë për arsye etike, morale, quani si ta doni. Por besoj e kuptoni se çfarë po flas. Te kjo ndërtesa verdh që shikonin foto, po ftej njerëz, janë njerëz e ndatsak, të pas tre, dhe nga që temperaturat janë shumë ftohta këto ditë në Tiranë, kanë gjetur shtrehim aty për të ftetur gjumë për të kaluar ditët e ftohta. Dhe normalisht ka ardhur shteti, nuk i lejnë të ftejnë aty, se për çfarë arsye nuk e di, sepse ai prishin imazhin Tiranës sa nuk e di. Kaq është video për sot, shihemi prapë nesër.